Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet mbi të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e pasojmë. Falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu, i cili na ka bërë të mundur të takohemi në këtë mejlis të hajrit. Lutemi Allahun xhelle xhelaluhu që të na pranoj ibadetet tona, veprat tona gjatë këtij muaji të begatshëm të Ramazanit. Falenderojmë Allahun fillimisht, i cili na ka mundsuar me emërni këtë muaj të begatshëm. Allahun e lusim na i shtoj devotshmërinë, na shtoj imanin, na i pranoj veprat tona dhe të na bëj prej atyre të cilët Allahu i fal, edhe Allahu i liron kokat e tyre dhe qafat e tyre nga zjarri i xhehenamit. Allahumma amin. Ky ders, inshallah, se kjo ligjërat do të jetë një këshill që do të flasmi rreth kuvendeve ku përmendet Allahu xhelle xhelaluhu, për vlerën e këtyre mejliseve, nga se shpesh herë gjejmë njerëz të cilët i neglizhojnë edhe i injorojnë mejliset ku përmendet Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe gjejnë nga arsyet nga më të ndryshmet të kësaj bote, dhe ndonjëherë i kap ajo përtatësia edhe e dëmbelia dhe nuk prezantojnë në mejliset ku mësohet feja e Allahut subhanahu wa taala. E më të vërtet, ne do të përmendim disa prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e dietarëve të cilët flasin rreth vlerës së këtyre mejliseve, që sikur t'i mbajnë mend këto fjalë dhe t'ja rikujtojmë vetvetes, me të vërtet nuk do të lejmë asnjë mejlis ku përmendet fjala e Zotit, ku mësohet dini Allahu subhanahu wa taala, vetëm se do të prezantojmë. Andaj e kisha nis me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin transmeton Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha marartum bi riyadil janna farta'u." Nëse kaloni pranë kopshteve të xhenetit, merrni prej atyre kopshteve, qëndroni në ato ose pushoni. Qalu wa ma riyadul janna? I thanë, e çka janë riyadul janna, kopshtet e xhenetit, o i dërguari i Allahut? Tha, hilaqidh dhikr. Janë mejliset ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë hadith, Ibn Hajeri e ka bërë të mirë, kurse Sheikhul Albani gjithashtu e ka bërë sahih, të vërtet. Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi thot, me të vërtet thot, mejliset ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, që të kopshtet e xhenetit, për të cilët po flet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë mejliset të cilët prezantojnë melaqet. Kurse mejliset dhe kuvendet në të cilët nuk përmendet Allahu subhanahu wa taala, mirë po janë mejliset e kota, të cilët përmenden fjalët e kota, sharje, hajgare, trillime dhe gjëra të cilat nuk kanë vlerë te Allahu, janë mejlise dhe kuvende ku qëndrojnë shejtanet. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet, kanë ardhur 3 persona tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith tregon vlerën e atyre të cilët i përkushtohen këtyre kuvendeve dhe mejliseve ku përmendet fjala e Allahut. Dhe kanë ardhur në mejlis tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre e ka gjetë një vend, një hapësirë dhe ushtul. E tjetri ushtul krejt mbrapa mejlisit. Dhe njëri prej tyre nuk ka dashur të ngushtohet, edhe është largu prej mejlisit, nuk ka qëndruar në atë mejlis. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas përfundimit të fjalës që e kishte, tha, atë ju neftoj për gjendjen e këtyre 3 personave. I pari prej tyre thot, kërkoj strehim tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe Allahu subhanahu taala strehoi. Kërkoj vend të ulej edhe Allahu xhelle xhelaluhu e pranoi. I dyti thot, u turprua dhe ul nga prapa, Allahu subhanahu taala turprohet me të. Thot edhe i treti ja kthej shpinën këtij mejlisi, këtij fadlit madh, thot edhe Allahu xhelle xhelaluhu largohet prej tina. Andaj ky hadith tregon vlerën e atyre të cilët ulen në këto mejlise dhe nuk i neglizhojnë. E çka janë kuvendet
ku përmendet Allahu. Dhe cilat janë këto kopshtet e xhenetit. A vetëm ata të cilët ulen dhe thonë subhanallahu alhamdulillah? S'ka dyshim. Mirë po këto kuvendet të xhenetit apo mejlise, kopshtet e xhenetit apo mejliset ku përmendet Allahu subhanahu taala, dietarët kanë thënë se këtu hyn të gjitha mejliset, kuvendet ku mësohet dini Allahu subhanahu taala. Kuvendet ku lexohet Kur'ani dhe mësohen rregullat e Kur'anit. Në ato kuvende mejlise ku mësohet halali dhe harami. Në ato kuvende dhe mejlise ku shtohet imani. Në ato mejlise dhe kuvende ku shtohet imani dhe pastrohen zemrat nga mëkatet. Të gjitha këto me një fjalë quhen kuvende, mejlise të përmendjes Allahut, për të cilat ka pas për qëllim i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e përmendëm më lart. Pastaj kjo është njëra prej porosive që Allahu ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Kahf: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Qëndra, bën sabër me ata të cilët e lusin Allahun subhanahu wa taala në mëngjes dhe mbrëmje, të cilët synojnë ftyrën dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinat al-hayati ad-dunya. Dhe mos e ngrit shikimin dhe mos i jep përparësi atyre të cilët për synim e kanë çështjen e dunjas dhe bukuritë e kësaj dunjaje. Andaj mufesirt e Kur'anit, komentatorët rreth këtij ajeti kuranor thonë se kanë ardhur disa prej kokave zotrime të mushrikëve tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në mejlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë sahabët nga kategoritë më të ndryshme, e që prej tyre kanë qenë edhe prej atyre robëve që e kanë pranuar Islamin, mirë po kanë qëndruar pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mushrikët, kokat e tyre, kur e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, kanë thonë ai shumë ul me ty në mejlistanin, mirë po s'po mujna me kanë këtë mejlis tu ka Khabbab ibn Arrat, Suhejb ar-Rumi, Bilal al-Habeshi, prej atyre kategorive të ulta që kanë qenë mesin e popullit të Kurejshve, edhe pse ata kanë pozitë të madh tek Allahu xhelle xhelalu, nga se kanë prej sahabëve të ndershëm të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po në syrin e tyre kanë qenë njerëz të ult dhe s'kan pas dëshirë të ulen me ta. Andaj Allahu subhanahu wa taala zbret këtë ajet dhe i thot: "Bën sabër ti me çata fukarat. Bën sabër me çata robrit të cilët e ngjojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe qëndrojnë për rreth teje." Andaj nganjëherë e shohimi pikërisht këtë ajet kuranor. Nganjëherë e shohimi të disa njerëz të cilët nuk vinë xhami vetëm se shkaku është filani. Nuk vjen ders, ja pse ka me fol filan hoxha, çka ka me thonë ai më shumë me ato se sa që unë i di. Është vërtet se ndoshta ka prej atyre njerëzve që këto çka unë jam duke i thënë i dinë dhe i kanë dëgju. Mirë po tash do të flasmi për fadlin dhe vlerën e atyre njerëzve të cilët prezantojnë këto mejlise. Edhe nëse nuk kanë ndonjë përfitim të madh, vetëm ulja në këto kuvende, se çfarë vlere kanë tek Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Imam Muslimi në Sahihin e tij nga Ebu Huraira radhiyallahu taala anhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma ijtama qaumun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Thot nuk takohet një popull, disa njerëz në një shtëpi prej shtëpive të Allahu subhanahu wa taala, duke e mësuar fjalën e Allahu subhanahu wa taala, duke e lexuar ata dhe duke e mësuar me njëri tjetrin. Illa nazalat alayhimus sakina. Allahu subhanahu wa taala thot zbret tek ta qetësi e para. Wa ghashiyatuhumur rahma. Thot edhe i përfshin mëshira Allahu subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaika. Melaqet i mbulojnë me krahërorët e tyre. Wa dhakarahumullahu fima indahu. Thot edhe Allahu subhanahu wa taala i përmend këta njerëz ku në mesin e banorëve të qiellit. Me një rivajet ka ardhë: "La yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jall illa hafathumul malaika." Në rivajetin e parë, të cilën e përmendëm transmetimin, po thot me një xhami, me një shtëpi prej shtëpive të Allahut. Një rivajet tjetër po thot se nuk takohen pa marrë parasysh se çfarë vendi, qoftë edhe jashtë xhamisë. Vetëm se ai mejlis jetë mejlis i hajrit. Vetëm se ai mejlis, ai kuvend jetë vend ku përmendet Allahu subhanahu wa taala.
Andaj nuk kushtohet me qenë xhami. Çdo mejlis në të cilën përmendet Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala zbret qetësi, zbret siguri. Sa prej njerëzve sot vuajnë nga stresi, vuajnë nga depresioni, vuajnë nga smundjet të ndryshme shpirtërore, nga se e kanë të shprazët pjesën shpirtërore të tyre dhe nuk din ta mbushin ata. Andaj mundohen nga ana e materiale ta kompenzojnë, mirë po nuk e arrin atë. Andaj, ndoshta vetëm një mejlis që ti shkon dhe ulesh para një hoxhe dhe ndëgjon disa fjalë të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë ato të cilat ta qetësojnë zemrën tënde. Janë fjalë të cilat gjajnë siguri në zemrën tënde dhe qetësi. Andaj kjo është ai fadli i mejliseve ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu zbret rahmet. Allahu e zbret rahmetin e tij. Andaj kanë thënë disa prej selefëve, thot uluni në ato mejliset ku përmendet fjala Allahu subhanahu wa taala, se nuk din njeri se kur është momenti që zbret rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj melaqet i përmbledhin me krahërorët e tyre këto kuvende, këto mejlise. A ka ma merit më të madhe se sa melaqet e rahmetit me zbrit me një kuvend, me një mejlis ku përmendet fjala Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i përmend gjithashtu në mesin e banorëve të qiellit. Pastaj hadithin të cilën do ta përmendim me radhë është se Allahu subhanahu wa taala krenohet para banorëve të qiellit në ato mejlise ku përmendet fjala Allahu subhanahu wa taala. Llogarit Allahu xhelle xhelaluhu me të përmend mesin e banorëve të qiellit. Mu krenu para melaqeve se ka disa prej robëve të cilët janë mbledh për hatërtimin dhe po përmendin Allahun. Janë ul po flasin për Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka kaluar një ditë prej ditëve pranë disa shokëve të tij të cilët kanë qenë të ulur me një mejlis, me një kuvend, dhe i ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çka ju ka prun këtë mejlis? Çka ju ka taku këtu? Çka jeni duke bë?" Sahabët kanë thonë: "Vallahi na ul me përmend Allahun, me falendëru Allahun xhelle xhelaluhu, me falendëru Allahun xhelle xhelaluhu i cili na ka udhëzuar me këtë fe të ndershme, me falendëru Allahun xhelle xhelaluhu i cili na ka bërë rrezik që na ka thu ty si pejgamber në mesin ton." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "E Allahi ma ajlasakum illa dhalik." Sa të amet vërtet nuk jeni ul në këtë vend, nuk jeni ardhur në këtë vend vetëm për kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Qali wallahu ma ajlasna illa dhalik. Sa të vallahi nuk jena ul për ndonjë qëllim tjetër vetëm se me përkujtu Allahun xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Unë nuk po ju kërkoj ju të betoheni se po dyshoj unë në ato me çka jeni ul ju këtu. Mirë po thot, me erdhi Gjibrili alayhi salam dhe me njoftoi se Allahu subhanahu wa taala krenohet me juve para banorëve të qiellit. Allahu subhanahu wa taala krenohet me ju para krijesave dhe banorëve të qiellit." Ka thënë Imam Neveviu rreth këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka kuptimin se Allahu subhanahu wa taala e shfaq kënaqësinë e tij për veprat e robëve të tij, të cilët e përkujtojnë Allahun xhelle xhelalu këto mejlise në mesin e krijesave dhe banorëve të qiellit. Pastaj të nderuar vëllezër, këto mejlise, këto kuvende ku përmendet fjala e Allahut dhe mësohet dini i Allahut subhanahu wa taala janë mejlise ku zbret falja e Allahut subhanahu wa taala. Zbret falja e Allahut subhanahu wa taala. Ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Allahu xhelle xhelaluhu ka kriju prej melaqeve, apo ka prej melaqeve të cilat janë të posaçme, bredhin nëpër tokë, anën rrugëve." Thot dhe kërkojnë mejlise kuvende ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. E nëse e gjajnë një mejlis, një kuvend ku përmendet fjala e Allahut, mësohet fjala e Allahut, thot i thrasin melaqe tjera që t'i bashkohen. Thot edhe e rrethekojnë atë mejlis me krahëroret e tyre, me një rivajet ka ardhur deri në qiellin e dunjas.
E pastaj, masi të mbaron ai mejlis, Allahu xhelle xhelaluhu i pyet. Allahu subhanahu wa taala e din se pse janë takuar robërit e tij. Allahu xhelle xhelaluhu e din se pse janë mbledhur në këtë vend. Mirë po, i pyet melaqet. I thot Allahu subhanahu wa taala, çka ishin duke bërë robërit e mi? Thot ata po të përkujtojnë, yusabbihunak wa yukabbirunak, të madhërojnë, po të falenderojnë, po të shenjtrojnë. Allahu subhanahu wa taala thot, po am kanë pa mua ata? Melaqet ja kthejnë, jo Allah. Po thot Allahu subhanahu wa taala ju kthen, po sikur të më kishin parë mua ata. Melaqet ja kthejnë, thot sikur se të kishin pa ty o Zot, ata akoma më shumë të kishin me falenderu, akoma më shumë kishin me të madhëru, akoma më shumë kishin me të lavdru. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu i pyet melaqet. E çka po kërkojnë ata prej meje? Thot ata po e kërkojnë xhenetin o Zot. Thot pa e kanë pa ata xhenetin? Thot jo Allah. Thot e çka nëse ata e kishin pa xhenetin? Thot sikur ata ta kishin parë xhenetin, ata akoma më shumë do të kishin kërkuar prej teje që ti shpërbleshti me xhenet. Pastaj Allahu xhelle xhelalu i pyet to melaqe. E çka po kërkojnë ata të mbrohen prej shkafit, po friken, thonë prej zjarrit xhehenamit o Zot. E pastaj Allahu xhelle xhelalu thot, a e kanë pa ata zjarrin e xhehenamit? Jo, thot, nuk e kanë pa zjarrin e xhehenamit. E çka thot sikur ta kishin pa? Thot sikur ta kishin pa, akoma më shumë do të shtohej frika atyre dhe akoma më shumë do të kishin kërkuar mbrojtje tek ti o Zot. Atëherë Allahu subhanahu wa taala ju thot melaqeve, thot ushhidukum, thot une po ju dëshmoj, enni qad ghafartu lahum, thot se une i kam falur ata. Une i kam falur ata. Disa prej melaqeve, apo një melaqe prej melaqeve të cilet prezantojnë në këto kuvende, thot o Zot, po në mesin e atij mejlisit është një person që i ka ro puna, nuk ka ardhur me ngu ders. Ka qellu atu, të ngu, s'ka dosh me prish qetësin, ka nejt qatë mejlis, po ka ardhur për një qëllim tjetër. Atëherë Allahu subhanahu wa taala ju përgjigjet melaqet dhe ju thot, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Thot ata janë një popull me të vërtetë që nuk bëjnë ndarje mesin e tyre. S'kan mu mërzit asnjëri prej tyre. S'ka hidhrim për ta. Falja do t'i përfshin të gjithë. Ky është hadith me të vërtetë madhështor që tregon vlerën e atyre të cilët qëndrojnë ato mejlise. Kur po e përmend këtë hadith, më kujtohet një ngjarje që një prej hoxhallarëve bashkohor, i cili ka vdekur rahmetullahi alej, Sheikhu Uthaymini rahmetullahi alej, tregohet se me një mejlis ka qenë duke marrë ders. Dhe një prej atyre që kanë qenë në atë kuvend, pak më i vjetër në mosh, është futu edhe ka lëviz apo ka bënë një gjë sikur se mos me qenë prezant në kuvend. Edhe Uthaymini rahmetullahi alej e ka ndalë dhe i ka pyetur, ku mbetëm o filan? Thot vallahi hoxh nuk e di. O më hupi mendja pak. Thot e cila është ai cëllimi thot që i na on këtë kuvend? Thot vallahi hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ata janë një popull i cili nuk hidhrohet ai i cili që prezanton në atë mejlis. Thot nëse edhe këtë problem me e marr thot mjafton. Atëherë thot hoxha Uthaymini rahmetullahi alayhi thot u mundu me i dhon ders me eduku edhe me këshillu, thot ai na këshilloi neve, thot na tregoi vlerën e qëndrimit në ato mejlise ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Jo vetëm kaq, o vëllezër të ndershëm, jo vetëm se Allahu i fal gjunat e atyre të cilët mbledhen në këto kuvende për ta përkujtuar Allahun xhelle xhelalu, por Allahu subhanahu wa taala ju ka premtuar se ju fal gjunat dhe ju shndron mëkatet e tyre në sevape. Allahu akbar. Sa i mëshirshëm është Allahu xhelle xhelaluhu. Për ata ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Sahel ibn Hanzaliya, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma jalasa qaumun majlisin yadhkuruna Allahu azza wa jall." Thot nuk ulen një popull që ta përmendin Allahun xhelle xhelalu me një vend, hatta yuqalu lahum kumu qad ghafara Allahu lakum wa baddalat sayyi'atikum hasanat. Derisa thot ju thuhet atyre
ngrituni se Allahu subhanahu wa taala ju ka falur mëkatet e juaja dhe ju ka shndërruar mëkatet e juaja në sevape. Sikur se edhe thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, innal hasanata yudhhibna sayyi'at, se me të vërtet veprat e mira janë ato të cilat i shlyen veprat e këqija. Andaj këto mejlise, ku vendet ku përmendet fjala e Allahut, ku mësohet dini i Allahut, është një prej shkaqeve që Allahu subhanahu wa taala përveç se i fal mëkatet, i shndron veprat tona, në punë të mira, në vepra të mira. Pastaj, a ka më merit se sa ai i cili e kujton Allahun xhelle xhelalu dhe e përmend Allahun, Allahu ta përmend atë. Sikur se thot Allahu, fadhkuruni adhkurkum. Me përkujtoni mua, unë ju kujtoj juve. Sikur mos të kishte asnjë shpërblim tjetër përveç kësaj, vallahi billah do të mjaftonte. A ka më merit se sa Allahu xhelle xhelalu, ku ti e përmend Allahun, Allahu me të përmend ty në mesin e krijesave të tij. Me të vërtetë se kjo është fadl, kjo është merit dhe kjo është problem i madh tek Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pastaj në kuptimin e ajetit të cilën e përmendëm më herët, se Allahu xhelle xhelaluhu në një hadith kudsi thot, ana inda dhanni abdi bi, thot un jam në mendimin e robit tim për mua. Qysh mendon robi im për mua, un jam ashtu për to. Nëse më përkujton thot mua ai në vetmi, unë e përkujtoj atë në vetmi. E nëse ai më përkujton mua para krijesave, thot unë e përkujtoj atë para disa krijesave që janë më të ngritura, e ato janë domethënë banorët e qiellit. Allahu xhelle xhelalu na bëf për atyre të cilët Allahu xhelle xhelaluhu na përmend dhe na i fal mëkatet tona. Pastaj të nderuar vëllezër, vlera këtyre kuvendeve, vlera e këtyre mejliseve është se shpërblimi i tyre është xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili është shpërblimi e atyre mejliseve ku përmendet Allahu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ghanimatu majalisu dhikri al-janna, se shpërblim i atyre mejliseve ku përmendet Allahu nuk është tjetër se përveç se xheneti Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu këto kanë ato çka i përmendu më herët për shpërblimet e atyre që e përmendin Allahun dhe takojnë të mejlise në këtë dunja. Kurse shpërblimi në ahiret është xheneti. Veç asaj, në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend se ata të cilët ulen në ato mejlise ku përmendet Allahu, që ndrojnë dhe përfitojnë dhe përkujtojnë Allahun dhe falenderojnë dhe madhrojnë Allahun xhelle xhelaluhu, kanë një shpërblim të veçantë ditën e gjykimit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se disa prej njerëzve Allahu i ngrit ditën e gjykimit, thot fytyrat e tyre bëjnë dritë. Thot dhe janë të ulur në disa kultuke prej gjevahirve, prej diamantëve. I thanë, saqë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej njerëzve kanë me i xhelozu këta. Ditën e gjykimit kur t'i shohen në këto ulse kaq të bukura, kaq të mira, që nuk janë thot as prej pejgamberëve e as nuk janë prej shahidave. Atëherë njëri prej atyre arabëve që erdhën në mejlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha oj dërguari i Allahut, tha na trego se kush janë këta. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hum al-mutahabbun fillah. Ata të cilët duhen për hatër të Allahut subhanahu wa taala, min qabail shatta, edhe në qoftë se janë të kabileve të ndryshme, edhe nëse janë popuj të ndryshëm, dikush arab, edhe dikush jo arab, dikush i bardhë dhe dikush i zi. Mirë po qëllimi i tyre ka qenë me ndëgju fjalën e Allahut. Domethënë i ka bashku fjala e Zotit, i ka bashku dini Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se janë të kabileve të ndryshme, mirë po i ka bashku përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Sa shpërblim madhështor kanë ta njerëz të cilët takohen në këto mejlise për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj një prej fjalëve që i ka thënë Muadh ibn Jabeli, sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur flet për këto mejliset ku përmendet Allahu dhe mësohet dini Allahut subhanahu wa taala, thot ta'allamul ilma fa innahu ta'allumuhu hasana. Thot mësoni diturin, prezantoni në mejliset ku përmendet edhe mësohet fjala e Allahut, nga se mësimi i kësaj ka shpërblim. Wa talabuhu ibada, ka thënë dhe kërkimi i diturisë është adhurim. Wa mudhakaratuhu tasbih,
dhe për kujtimi, përsëritja e fjalëve të Zotit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sikurse me e falendrua Allahun, sikur me bë dhikr Allahun. Wal bahthu anhu jihadun, thot edhe me kërku këto mejlise, mu mundu me ba mund në kërkimin e diturisë në për këto kuvende, ka thonë është sikurse me ba gjihad. Wa badluhu li ahlihi qurba, thot edhe me shpenzu në këto mejlise, thot është afrim tek Allahu. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqa, dhe me amsu atë dituri në këto mejlise, në këto kuvende, atij i cili nuk din, ka thonë është sikurse me dhën lemosh. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të kundërtën e asaj që ka përmendëm, që mezliset ku përmendet Allahu kanë shpërblim, kanë falje, kanë ngritjen deregjeve të Allahu subhanahu wa taala, edhe ai shpërblimi madhështor xheneti Allahu subhanahu wa taala, e kundërta atyre mejliseve ku përmendet Allahu, mejliset në të cilët nuk përmendet fjala e Zotit. Në ato mejliset dhe kuvende ku ka fjalë të kota, ku ka tallje, ndoshta edhe me fenë Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk përmendet fjala e Zotit, kanë ardhur hadithe me të vërtetë kërcënuese. E prej tyre hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi." Thot nuk ka një mejlis të cilën janë taku disa njerëz, një kuvend, dhe ata ngriten për atë kuvend i mirë, por nuk e kanë përmend Allahun subhanahu wa taala. Thot illa qamu an mithli jifatil himarin. Thot dhe ngriten sikurse mu ngrit prej një ngurësire të gomarit, Allah i na rujt. Domethënë ato kuvende ku takohen njerëzit, dhe frehen, mirë po nuk e përmendin Allahun xhelle xhelaluhu. Nuk është qëllimi i tyre me ja kujtu njëri tjetrit fjalën e Zotit. Vetëm se qëllimi i tyre është defrimi dhe kotja dhe fjalë të këqija. Allah i na rujt, thot nuk zgjohen nga ai mejlis dhe nga ai kuvend, vetëm se sikur zgjohen apo çohen prej një vendi ku është një gursir e gomarit, Allahu na ruajt. Andaj mejliset, kuvendet ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, mësohet dini i Allahut, mësohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata transmetohet se Abu Huraira radhiyallahu taala anhu, një ditë prej ditësh kur e pa se njerëzit janë largu prej kuvendeve ku përmendet fjala e Zotit. Kjo pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe del në treg dhe i thret njerëzit, tregtarët. Thot vraponi se në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam është duke u nda trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata të cilët blejnë dhe shesin, ata janë marak basuri, kanë qef me këshyrë se çfarë trashëgimie është duke u nda. Shkojnë në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i gjajnë atje një grup duke lexuar Kur'an. Një grup atje duke mësuar halalin dhe haramin. Një grup atje duke mësuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kthehen te Abu Huraira thot: "Po nuk pam na kurfar trashëgimie duke u ndarë në xhami." Thot mirë për juve, po ajo është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku vendet ku mësohet fjala e Zotit, ku mësohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë mejliset, ajo është trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa trashëgimi e mirë është ai i cili trashëgon fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e transmeton atë tek të tjerët. Andaj të nderuar vëllezër, po përfundoj me një hadith të cilën e ka transmetuar apo e ka përmend Ebu Idris el-Khawlani, një prej tabeinëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Kam hyrë në një xhami prej xhamive të Damaskut dhe kam pa thot një djalosh i pashëm, të cilët njerëzit të boheshin rreth tij dhe pyetnin për rreth çështjeve të fesë. Dhe thot e pyeta dikun prej njerëzve se kush është ai më tha se është Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu. Një prej dietarëve të mëdhaj të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabi i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kush dëshiron me e ditë halalin dhe haramin, le ta pyet Muadh ibn Jabalin." Një ambasador që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi në Yemen për t'ia mësuar njerëzve fen, fjalën la ilaha illallah, të cilët ishin të krishterë. Dhe në ditën tjetër, ky Ebu Idris el-Khawlani thot do ta pres kur të vjen Muadh ibn Jabali që të takoj i parë dhe t'i jap selam. Thot dhe ditën tjetër shkova herët në xhami, por kur hyna thot në xhami vetëm se e pash ai kishte qenë prezent aty.
Thot dhe masi ishte duke qenë të fal namaz nafile, japi salam, thot ju afrova atij, thot dhe i dhash selam. E pastaj i thash vallahi unë të du për hatër të Allahut. I thash unë të dua për hatër të Allahut. Pastaj Muadh ibn Gjebeli thot, a me të vërtet me dënë për hatër të Allahut? I thash po. Edhe këtë e përsëriti thot 2 herë. Pastaj thot me kapim përqafoj dhe më tha, po të përgëzoj, se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhelle xhelaluhu ka thënë, wajabat mahabbati, ja kam obliguar vetes time ta duaj kon lil mutahabbin fiji, ata të cilët duhen për hatër timin, wal mutajalisin fije, dhe ata të cilët ulen në kuvende, në mejlise për hatër tim, wal mutazawirin fije, dhe ata të cilët e vizitojnë njëri tjetrin për hatër timin, wal mutabadhilin fije, dhe ata të cilët shpenzojnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin për hatër timin. A e kuptoni se edhe në hadith, këtë hadith e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dhe ata të cilët ulen në këto kuvende për hatër të Allahut xhelle xhelaluhu. Andaj shpresojmë tek Allahu xhelle xhelaluhu që ky mejlis, ky kuvend të jetë prej atyre mejliseve të cilët Allahu është i kënaqur me neve. Lusmi Allahun xhelle xhelaluhu që të ngritemi nga ky mejlis duke na thënë Allahu subhanahu wa taala, ngrituni se ju kam falur mëkatet e juaja, ngrituni se unë ju kam shndruar gjunahet tuaja në sevape. E lusmi Allahun xhelle xhelaluhu që ashtu sikurse ne ka takuar në këtë mejlis, në këtë kuvend për me përmend Allahun xhelle xhelaluhu, Allahu na takoj në xhennetet e tij me pejgamberët, me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me njerëzit e mirë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.